Vallëcon, pyetjen përgjigjen që kthej pra, ju kisha lut që ta merr dikush një kimike dhe disa fletë dhe t'i shënon një pyetje, se është e vërtetë që dikush nuk mund t'i shprehë pyetjet në mënyrë publike, do t'i shprehë në mënyrë private dhe ne jemi të hapur edhe privatisht edhe publikisht. Derisa t'i kthej përgjigjen vllajt, mund t'i shkruani pyetjet inshallah, s'është hiç problem në fund. Vetëm ka lënë njëri për jush jep ju letra njerëzve dhe inshallah me bini këtu në letrat inshallah. Pyetjet. Allahu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Pyetja është një pyetje shumë e rëndë. Dhe një pyetje që me të vërtetë është një anomali apo një smundje e kohëve të sotme. Përpara xhallar shumë kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin. Përpara në kalumin ku flasim. Prandaj Allahu ju ka dhënë shumë bereqet dhe shumë sukses në gjitha aspektet, në gjitha dimensionet. Ama ky Islam i bukur nuk është klerikalizëm. Duhet ta kuptojmë këtë gjë. Çka është fjala klerikalizëm? Ky Islam i bukur nuk është produkt i hoxhallarit. Ky Islam i bukur kategorizohet kësaj: muslim, mu'min, muhsin. Pra musliman, besimtar dhe bamir, shkolla më e lartë e devotshmërisë. Inna akramakum indallahi atqakum. Thot Allahu në Kur'an, me të vërtetë më i nderuar, më i ngritur ndër ju është ai që është më i devotshëm. Dhe tash na këta hoxhallar, të cilët janë gjithë hoxhallarët, do t'i konsiderojnë në kampin e njerëzve të cilët e trashëgojnë rrugën e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Por edhe pejgamberët të mëhershëm. El ulema'u warasatul anbiya. Pra ulemat janë trashëgimtar e pejgamberit. Hoxha i mirë duhet jetë edhe me xhamatin i mirë. Unë ja kam bën një pyetje një dietar islam dhe i kam thënë, cili është hoxha më i suksesshëm? Ka qenë një pyetje interesante. Cili është, se s'po them hoxha i mirë dhe i keq. Po thotë cili është hoxha më i suksesshëm? Ka thënë hoxha më i suksesshëm është që ju rrin afër xhamatit. Që ju rrin afër xhamatit. E qysh më jone të afër xhamatit? A vetëm deken dasë me shku xhamatit ta? Duhet me shku edhe kur marrësh vesh që është smut, është i shtruar në spital, e merr xhamatin dhe shkoni vizitoni. Ju e dini çfarë shpërblimi të madh tek Zoti ka me vizitue një xhamat sa. Pastaj këta xhallar duhet përmirësojnë, maspori duhet përmirësojnë vetveten. Ti po i thu veti pris imam. Imami duhet të lexojë shumë. Po xhallarët përpara pse kanë pas sukses? Përveç se kanë qenë unik dhe të bashkuar, kanë pas sukses sepse kanë lexuar shumë. Kanë lexuar, por çat lexim e kanë vënë praktik. E kanë vënë në jetën e tyre të përditshme. Pastaj tjetra, hoxhallarët nuk bën me pas haset me vetin. Hasedi i djeg punët e mira si zjarri drum. Thot pejgamberi alayhis salam. Pastaj hoxhallarët janë njerëz, si gjithë njerëzit, normal. Edhe njeri gabon, është gabimtar, ama jo të përsëritet shumë ai gabim, duhet përmirësohet ai gjë. Pastaj, disa xhallar janë të marrëshëm domethënë, ose disa xhallar përtojnë me dalë me fol. Disa për shembull kanë qef më shumë me shkru. Disa kanë qef me fol, me dalë, me dhënë ders, gjërata. Disa xhallar kanë qef as me ligjëru, po as me shkru, veç me ndaj që aty në xhami, edhe me mësu xhamatin ose nxënësin. Xhallarët janë për kategori ndryshme. Ama Allahu xhaleshanuhu një hoxhe suksesshëm i jep bereqet kur ai punon. Kur punon me nxënësa, kur punon me xhami, por Islami nuk është vetëm xhami. Këtë duhet ta kuptojmë një herë për gjithmonë. Hoxhallarët përpara vilajetin e Kosovës, ku hyn Shkupje, ku hyn Prishtina, besa edhe Malësia Gjerkos nga ai vend që viu Tropoja, ka qenë vilajetin e Kosovës. Hoxhallarët përpara, domethënë,
i kanë thirrë edhe për ndomjen e pasurisë, trashëgimisë pasurisë. I kanë thirrë edhe për noterizëm. Kanë qenë, për shembull, noteri i njohur ka qenë Hoxha Kadri Prishtina, shumë noter, jurist i fuqishëm. Ka qenë edhe muderris, edhe hoxh, por ka qenë edhe noter. Hoxhallar domethënë nuk bën të getoizohen, të rrinë në një segment caktuar. A thash unë el ulema u reset ulemia. Pra ulemoja, hoxhallarët, prisat janë trashëgimtarët pejgamberëve. Pejgamberët nëse ishin në jetën e pejgamberëve. Ton pejgamberët e kanë pas një profesion. Dikush ka qenë zdruktar, marangoz, për shembull Idrisi ka qenë rrobaçeps. E tash na për shembull si hoxhallar, duhet me pas edhe një profesion të kësaj bote, të kësaj dunjaje. Me i thonë ashtu profesion. Edhe me vuat profesion për ditëshmëri. Alhamdulillah, unë ka ndodhur rasti me taku një djalë që punon në një fabrik. Edhe ai djalë kishte pas sebeb që krejt ata punëtorët e fabrikës me hinë namaz. Që ata po du me dalën që Islami nuk është produkt i hoxhallarëve. Nuk është produkt, pra Islami nuk është kostum, ose me orësh atë titull dhe tash u banet. Ky Islami bukur, vallahi Allah jep sukses atij thirrsi, atij daje. Malcolm X, shumë dikush për jush ndoshta e din kush është Malcolm X. Ka qenë në Amerikë. Malcolm X ka menduar që Islami është vetëm i xive. Ka thonë edhe Muhamedi është i zi. Dhe ka bërë Islamin vetëm një grupacioni të caktuar. Kur u shku në qabe, u bë haxhi, e ka kuptuar që aty takohen gjitha racat, gjitha etnitë. Kur u kthye në Amerikë, u bë sebeb mira njerëz me pranu Islamin. Ai s'u kon imam, as u kon hoxh. A fatkeqësisht kena hoxhallar që as xhami, bovakin xhami, që aty ku e kanë detyrë, as xhami nuk din me bë administrim. Hoxha i mirë, imam i mirë do të me kon edhe menaxher i mirë. Nuk është thjesht me kon hoxha dhe me ditë doftën apo me kon hafuz i Kuranit. Ka hafuzat Kuranit lexon e bën 100 herë me Kuranin, apo një ajet kuranor nuk din me vund në jetën e tij të përditshme si duhet. Me praktiku. Ebu Bekri 9 vjet ka ndajt me një ajet kuranor studim. 9 vjet. Ha? E këta hoxhallar do të me hinë qëtu sikur Ebu Bekri. Mos mu ishin mu po si Ebu Bekri, të bëhen bile sa 1% e Ebu Bekrit. Të bëhen si hije Ebu Bekrit. Nuk po themi na mu bo si ata tash krejt. Më të pakët 1%, vallaj 1% nëse bëhem si sahabët. 1%, ose si hi atyre nëse bom, Allah ka me shumë bereqet ma të kjo. Edhe tek nisi hoxhallar. Ma hoxhallar nuk du të më ju rëbru krijesave, ose xhamatit, ose bashkësive, ose konsulatave. Hoxhallar du të më ju rëbru dhe më nënshtru Allahut mas pari. Kjo është. Pra njëri nuk bën më ju rëbru njërit, po më ju nënshtru Allahut. Edhe Allah jep sukses ati imami. Edhe Allah ka me i bashku ata imama kur janë kompatibël, janë sbashku në këtë dimenzion dhe këtë rrugë se ka emin sirat al-mustaqim. Vallai hoxha i mirë është i lidh me krejt hoxhallarët. Unë për veti nuk e kam për lefdat, po me gjithë hoxhallarët kam bashkëpunim, po them bashkëpunim në atë kuptimin që kemi lidhje shoqërore, dalim, him, edhe do me thonë bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Unë mos me pas lidhje me hoxhallarët, unë nuk i kisha vizitu, s'ka 10 ditë kam vizitu rreth 20 xhamia të Zistrës. Ma me modesti dhe me sjellje. Kam ditë që me hoxhallarët e xhamive mu sjell mirë. Edhe më u dhon aty në një shkëndi. Pse ka qenë qëllimi i vizitave të mia? Një ndër qëllimet e vizitave të mia ka qenë që edhe hoxhallarët mi bashku. Mi u tregu aty nëse edhe një djalë i ri që e ka një moshë 3, ka diçka, din diçka. Edhe lejani mundësin, hapjani mundësin. Allahu njerëzve për ja u len mundësin, për ja u hap mundësin, aty për ja u shet njerëzve mundësina, që kur keni fillu t'i robrani njerëzit që kanë linë në anë tjera. Përgjigje.